përgjigje. Pika 4 për vendimin për disa shtesa në venimin numër 64 të 23 të dhënë 24 për buxhetin e vitit 2025, zyra administrata për financa është tërheqë dhe pasi nuk ka paraqitur projektin, nuk kemi si e shqyrtojmë. Raporti i monitorimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2025 rishqyrtimi i venimit të nga përfituar shqyrtimi i kërkesave dhe ankesat budgetare e sociale të tjerë për të ndryshme. Atëherë, verifikojmë pjesëmarrjen pjesëmarrëse në kushtet për zhvillimin e mbledhjes, e deklarojmë dhe në hapur dhe ju ftoj me ardhmën e ditës me ndryshimin e tipës 4 për vendimin për disa shtesa në vendimin numër 64 23 të 2024 për buxhetin e vitit 2025. Kush është dakord me rendin e ditës? Jeni dakord me ndryshimet e bëme? Propozume, atëherë vazhdojmë me pikën e parë, që është miratimi procedualit jo si që t'ine reformë i tashme, që më miratimi me procedualin në mbledhjes të parshme, pra të një prill. Besoj që e keni procedualin, duke të dakord në procedualin e mbledhjes datë 2025. Miratëve. Protokolli kalojmë te pika 2. Pika 3 projektimi për miratimin e procedurit të dimensionimit nga fondi kontrolli ekonomik dhe ekonomike 4%. Komisioni e Financë dhe zyra e çështjeve sociale. Si jeni, sektori çështjeve sociale ka propozuar që mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6%. Për muajin prill të trajtohen me ndihmë ekonomike 30 familje me fond 120.666 lek, nga fondi total i ndihmës ekonomike në vlerën 2.011.916 lek. Dhe është shpërndar për përfituesit e 6%-shit në shumën 11.830 lek sipas mestive. Në Bashkinë Qendër, Fusharës, 15 familje janë përfituese me fond 50.750 lek, në njësinë Qaf Muali 4 familje përfituese me fond 13.999 lek, në njësinë Vlerin 3 familje me fond 14.313 lek, njësia Flirës përfituese 3 familje me fond 19.424 lek, njësia I Balle 5 familje me fond 20.136 lek, ku për muajin prill nuk është shtuar asnjë familje për plot ndihmën e 6%-shit dhe është larguar vetëm Valter Prela nga njësia administrative e Flirës për arsye riaplikimin e ndihmës ekonomike. Mesure necessarie per la me propozimin e zyrës dhe të Komisionit të Çështjeve Sociale. Miratëve, Punër, Sta. Miratëve të 6%-shit. Kalojmë te pika tjetër. Raporti i monitorimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2025. Pika 5, pika 4. Tani? Te raporti i monitorimit për katërmbëdhjen e parë vitit 2025 është detyrim sipas ligjit 68/2017 për financat e veçëverisë vendore. I dërgohet Ministrisë Financave edhe Këshillit Bashkisë.
ky raport paraqet një përmbledhje të shkurtër për aktivitetin e bashkisë për vitin për 4 milionin e parë vitit 2025. Në mënyrë tabelare janë paraqitur të gjitha ardhurat e vitit 2025 sipas burimit financimit dhe sipas vendimit të Këshillit Bashkiak për buxhetin e vitit 2025. Këto janë paraqitur edhe në mënyrë grafike. Siç shihet nga grafiku, transfertat zanë pjesën më të madhe të ardhurave. Një zë i veçantë i buxhetit janë dhe të ardhurat e veta të bashkisë. Duhet të theksu fakti që për 4 mujurin e parë ka një nivel të kënaqshëm të realizimit të ardhurave, nga 28.5 milion lekë të planifikuara për vitin 2025, vetëm 4 mujurin e parë janë realizuar 16.08 milion lekë. Pra, rreth 56% e të ardhurave të gjithë vitit. Peshën më të madhe në vlerën e të ardhurave dhe në të ardhurat që vinë nga Qerat. Shpenzimet. Bashkia Fusharës ka realizuar shpenzime sipas programeve buxhetore të miratuara në vendimin e Këshillit Bashkisë për buxhetin në vlerën 116 milion lekë. Realizimi i shpenzimeve është në vlerën 50% të buxhetit të miratuar. Këto shpenzime janë paraqitur edhe në mënyrë grafike. Shpenzimet në vlerën më të lartë i përkasin fundeve të ndihmës ekonomike dhe pastësisë dhe përkujdesjes. Pastaj vinë shpenzimet për funksionet specifike, që janë siç janë mbrojtja nga zjarri, administrimi pyjor, arsimi bazë dhe i mesëm, dhe më pas vinë shpenzimet për transfertën e pakurzuar, siç janë shpenzimet administrative të tjera. Shpenzimet janë paraqitur edhe në nivel artikush, sa janë shpenzimet për projekte, për investime, për paga, për sigurime shoqërore, për shpenzime operative, transfertat ndryshme dhe transfertat tek individ. Një moment i veçantë ku ndalet dhe raporti i monitorimit janë detyrimet e prapambetura. Vazhdojmë edhe këtë vit që mos kemi asnjë detyrim prapambetur. Kjo ishte një panoramë e shkurtër e raportit monitorimit për 4 mujurin e parë të vitit 2025. Përderisa vetëm për 4 mujurin e parë janë lëdh rreth 56% e planit vjetor, shpresojmë që në fund vitit kena realizim 100% të ardhurave. Për taksat e pastrimit së ndryshimit së paguar. Janë pagesat e laboratorëve që jemi paguar, po kanë Normalisht bashkia nuk ka përdor metoda domethënë shtrënguese për mbledhjen e këtyre taksave. Praktikisht na kena bë disa herë fushata sensibilizimi,
por këto taksa nuk janë, do të s'kena përdor metoda shënguese. Metoda shënguese do të thotë që një qytetar që nuk ka pagu detyrimet për vitin mos më marr asnjë shërbim bashki. Këta nuk e kena përdor. Ja. Kjo besoj Disa bashki, për shembull, në faturat e ujit ose dikon tjetër, paguhet edhe taksë të tjera. te faturat e ujit nuk i fusim dot në faturë sepse e kena transferuar si ndërmarrje, nuk ka shmo ndërmarrje juana. Ujësillës kanalizimi është e muajja dhe aplikohet edhe kusto shtesë. Kështu që ne i kena mbledh nëpërmjet derdhjen bank, kanë kru mandatin këtu edhe familiare, taxa familiare e biznesi. Timin se dikon shumë biznesi grupi, në thonë drejtë, dikon disa biznesi të madh. Dhe në fund nuk bën kush një biznes si është ose në një mobileri në Tiranë apo një lloj biznesi tek këtu, çdo lloj biznesi para për arsye të resurseve që si do të jetë, nuk e. Pra fabrikat e ujit, po të mundë, është një lloj biznesi që se pan mos parkurim dhe purimet të kryeshit e ne. Edhe kjo është me met pa paguar se mos me shkruaj të detyrimet është. Sepse vlera është shumë më e madhe se sa problem familjare. praktikisht ato janë korrekt në likuidimin e detyrimeve.
se do ketë në ndryshim shteti, ban ndryshimin nëse ban një rezervar ujë, ku e investon shteti, pastaj e ban me port, a funksionon me port këtë. Që e në rezervar. Po, bordet e ujtjes. Nuk e di, Italia si e ka Italia, për shumë për rezervar në ujtë, si e ka Italia. S'ka për është i transferum. A funksioni transferum. Po për po si e menaxhojnë ato rezervorin e ujit? Ka një person të mësum, I cili prem faturat për sa vadisin. Pra për sa, po. Nëse e zëm 7 vetë kërkojnë një për i njëri. Kanali ka një kapacitet caktuar. Funksionon me rana ditë, Po që ka përcaktu këtë? Pra sepse të gjitha du t'jemi bërë. Du t'jemi bërë. Sepse e zamë në një moment caktuar, ka një konflikt. Kush merret me atë? I pare që do të merret dhe vetës regulatorës Arburdi. Për rastin e këtyre, kurse rasti I vijave, batave, do të sërët njërë, sepse Rusenel të kishtë një letër, që ajo që rëndë, si që janë trashë ku prezmat prezi, ne s'mund t'i nëshojnë. Ato eksistojnë, nuk mund t'ja më shkifin, dhe shkojnë në Tiranë, dhe shkojnë këtë të u bashkëti, dhe e ka morë, nuk mund t'ja më shkifin rëndë në ujë. Nëse ta ne koshenjë ta ne vlaj, nuk t'i ma tjetër, po këtë nuk mund t'a më nuk mund t'jetë, ne nuk shesim venime, ne konfirmojmë atë që është vendos në breza. Po, të pjasojë sepse ne rastin e këna posë sa I miri për një rast tjetër, s'pa orti, po mishë të të di që të tëri, që s'ka lidhe me ty, të di që të tëri që s'ka lidhe me ty, po që s'ka lidhe këtë me ty, po ka lidhe atje, ne e këna diskutu këtë, ashtu dhe një afadrësër shiko, ne gjera të diskutu pa rëndite në kuptimin të shpërmim të këtë pita të ndryshme që ne si këshilltarë dhe I diskutojmë parimisht që dhe të sërën e me një ditën sepse kur ne kena marrë një vendim, një modeli caktuar me në shërben ne si modele dhe për raste dhe tjera, se ne mund kena 30 raste që ne na vinë për ndryshim rëndë e shëdjanë e tjere. Nuk mund të ndryshim rëndet, ne as ma shumë këtu I herë më I njëfim, edhe kur nuk I njëfim. Në është të dhe. Ta këtë pjesë këshin ka qenë shumë sukses shumë se nga dhe nga të që përpite ka zi. Gjusë ta ka të këshirëtarë, shkuj ke zi, problem e zi. Por nuk mundet me zi administratë, se vje e natyra. Si rregull, shiko prillar, se e para pagen, si se merë një këshilltar e merë dhe kryetari I fshatit. Dhe fillon të zhanja. Sepse paguhet, kryetari I fshatit nuk ka punëtar. Ai paguhet për punën që ban. I zhyzdi dhe e paguhet. Edhe administrata, se ka divizion tjera kena administrat, që janë në terren, atje dhe të zhjuri problemet, edhe realisht nuk mund të gjykojmë ne këto për një problem një fshat. Rasti, se në asët ishte rast se ne dhe kena këto afra, kuptën, por, unë ja kam thënë dhe personalisht. Nuk mundesh as kërkush një fisi tjetër, një moguti, je po ka qenë po para 30 vjetëve I muhabet. Muhabeti është me letra, me dokumenta. Gjithë mos. E protokoll, e shmi. Për shembull kemi edhe një gjatë tjetër. Kemi edhe një gjatë, qytetarët e referenës, me kërëgjohën me kam vijë
shumë të vidim nga hapë sa hapë, që kanë bërë dhe veta. Qëse se s'kjenë me përplavën, vjetë dhe administrata. Qëse dhe ato kanë problem, vjetë të këshirë. Așa este cu să fie doar așa. Po, për shumë. Po, përgjigjet pjesë, ku mund të ndërmarrë kjo? Kjo është sa që sa përgjigje. Po, besoj se që në pas se në momentin kur një problem hapet para masterët dhe që ka efekt. Pra, Ngjelit e tash. ngjelit e tash. Po, se mos po pikam kanë gjëra se i kanë dosë të kanë 30 vjet janë të faktik në jetën e tyre. Po ti ka më shumë, se ja të ka më shumë, ti ka dalë. Se de Franci. Mund të kërkoj sa të komshia por zonë nga më drosë të mi. Nuk do të më do. Ti Ti ke vajtë manita 40 ti notë. Ai nesër gjithë bloko aty që ne vetë ka rënë ne vetë për pjesët të shtetit. Ka një vetë. Atëherë, shiko, e ti se apo në se po bëjmë më thot mu një shkaknër, e nga i në shkindërën. Po doktor po e ti isha të kujtëm, mos e prit me në bërë sa, mi mos e ka janë gabim. Po, sa i kohës në vetë aty, po kushimin e por, kur të vjen mbrapa unë jam shok. Por, një herë, po ka rregulla, ka rregulla, një herë si të shkoj unë të marrë kur ai ka vllajën e zëm, edhe po se pa të vllajën aty. Ka ose, edhe po se pa të ose, ka djemë një